WTF? Hej njerëz, mirë se erdhët në WTF Daily Show dhe për këtë javë. Çfarë ka ndodhur këtë javë në showbizin shqiptar? Dionis Biba ka rënë sërish në qendër të vëmendjes në portale për shkak të një skedine që ka vendosur për ndeshjen Shqipëri-Serbi. Vlera kapte shifrën prej 10.000 eurosh, por pas fitores së Shqipërisë, fitimi i Dionisit shkoi në vlerën prej 55.000 eurosh. Dhe menjëherë nisën aludimet në portale se Dionis Biba mund të jetë në qendër të një hetimi penal për shkak sepse vendosja e basteve sportive në Shqipëri është ndaluar me ligj. Nuk kemi pasur një reagim për mohimin apo pohimin e këtij lajmi nga vetë Dionisi, por as edhe nga organet e prokurorisë. Ndërkohë ne presim një reagim, e sigurt është që Dionisi nuk është arrestuar. Ndërkohë nga ana tjetër, obori mbretëror shqiptar ka njoftuar se me datë 11 tetor është mbajtur ceremonia e fejesës së Princ Leka II me zonjush Blerta Celibashin. Dhe menjëherë vërshuan komentet pozitive dhe negative në rrjetet sociale. Disa prej këtyre komenteve ishin: kujdes nga fotografi, thuaj mbretit, se mos të merr Blertën. I dashuruar ishte edhe me Elian, po nuk dite ta vlerësoj atë, të hyri në mes kjo viktima e interesit e ta bëri çorbën e ndarjes. Cila familje mbretërore, pyet dikush tjetër. Kush ua ka bërë fotot vallë? Uroj të kenë fotografe, jo fotografe. Si Elia nuk është, vajzë inteligjente dhe artiste, po çfarë princi është ky? Kujdes nga fotografi, thuaj mbretit, se mos të merr Blertën. Po ashtu ka pasur dhe disa komente pozitive nga personazhet e showbizit, siç ishte komenti i Francesca Muratit me disa emoji me zemra, Orgesa Zaimi po ashtu ka uruar çiftin, Arbana Osmani po ashtu ka uruar çiftin. Ndërkohë ne na mbetet të themi vetëm urime dhe trashëgime çiftit të ri mbretëror. Nga ana tjetër, Arbenita Ismaili ka bërë një postim në Instastorin e saj ku njerëzit e kanë marrë si një kujnë ndaj ish-bashkëshortit të saj, Feros. Ajo ka thënë, mere personale, në këtë moshë më beso, njerëzit e dinë se çfarë janë duke bërë. Kjo nuk është hera e parë që Arbenita bën postime për ish-bashkëshortin e saj dhe babain e vajzës së saj, Feron. Ajo shpeshherë ka ndarë në Instastory publikime për pjekurinë emocionale, për dashurinë, për marrëdhënien. Me sa duket, Arbenita ende nuk e ka lënë pas krave këtë marrëdhënie, ndërkohë Feron nuk ka bërë asnjë reagim. Për këtë javë këto ishin dhe lajmet dhe ne bashkë do të jemi në episodin tjetër të WTF Daily Show. Deri atëherë, mirupafshim. Ándale!